Territori i Kosovës për datën 15 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell, që të pasdites në zonat malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 31 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 16 deri në 30 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 29 gradë Celsius. Skënderaj 16 deri në 30 gradë Celsius. Pej 16 deri në 31 gradë. Prishtinë 16 deri në 30 gradë. Gjakov 17 deri në 31 gradë. Maldishev 17 deri në 31 gradë. Gjilan 16 deri në 30 gradë. Ferizaj 16 deri në 30 gradë. Kaçanik 15 deri në 29 gradë. Suharek 17 deri në 31 gradë. Prizren 17 deri në 31 gradë Celsius.